përshëndetje. Ja ku jemi në tutorialin e dytë rreth programit WAMP server. Unë jam në Xhani nga theNewTirana.com. Në këtë tutorial do t'ju tregoj disa gjëra rreth këtij programi. Atëherë thjesht në fillim do të shikojmë nëse ka startuar programi apo jo. Shikojmë që nuk ka startuar. Ok, për ta nisur programin shkojmë tek starti dhe shkruajmë WAMP server ose start WAMP server. E klikojmë yes, presim sa të hapet, ndërkohë që duhet shikojmë ikonën nga e kuqja është bërë jeshile. Ok, tani për ta verifikuar këtë gjë, nëse programi është duke punuar apo jo, shkruajmë localhost dhe shikojmë që është duke punuar. Atëherë tek folder ku ne do të hedhim skedal do kemi asgjë. Ky është folder, është bosh, pra siç e shikoni. Atëherë para se të hedhim skedal në këtë folder, do të tregoj diçka se si të ndryshojmë vendodhjen e direktorisë. Shkojmë tek WAMP, shkojmë tek bin, apache, pash 2.2, conf, httpd.conf. Klikojmë. Shikojmë që në është hapur. Kjo është një file konfigurimi për Apache. Këtu kemi emailin e administratorit të serverit. Këtu kemi emailin e serverit, i cili në rastin tonë është localhost. Këtu kemi rootin, dokument root. Dhe këtu kemi direktorin. Atëherë thjesht unë do të ndryshoj edhe dokument root edhe direktorin. E shkruajmë nea edhe këtu po ashtu, e ruajmë me skedarin TTRL+C, kalojmë tek WAMP dhe krijojmë një folder me emrin e nea. Atëherë për të verifikuar nëse do të punoj localhost apo jo, do të krijojmë edhe një index.html thjesht. Ok. Dhe po japim një shembull paragrafi. Ky është një test. E ruajmë. Shkojmë tek Mozilla. Dhe klikojmë localhost. Shikojmë që tani nuk na nxjerr asgjë. Atëherë japim një restart programit WAMP server. Shikojmë që është gati duke u fikur. Tani është ndezur. Klikojmë refresh dhe e mori. Tani e ndryshuam direktorinë në sukses. Shikojmë çfarë mund të ketë ndonjë gjë tjetër. Atëherë për sa i përket këtyre do të flasim më vonë. Ok, mbyllim. Atëherë kaq për sa i përket ndryshimit të vendodhjes së direktorisë. Mos harroni të bëni subscribe në akauntin tim YouTube dhe gjithashtu na vizitoni tek theNewTirana.com për tutorialet më të reja.